Dita e 6. Wolfgang Capito. Rreth viteve 1478-1541. Paqebërsi protestant. Nga Rick Schenk. Si është Perëndia në të vërtet? Kujt duhet i shkojmë pas? Shumë njerëz duhet i kenë bërë këto pyetje gjatë kohëve të trazuara, të cilat sot i kremtojmë si periudha e lavdishme e reformimit. Reformatorët, kundër reformatorët, humanistët dhe anabaptistët debatuan dhe nga njëherë u përleshën me njëri tjetrin për të përkufizuar kuptimin ton rreth Perëndisë dhe ungjillit të tij. Nuk ka çështje tjetër që të jetë më rëndësishme se sa kjo. Shumë nga njerëzit që u përleshën si bashkëluftëtar apo kundër njëri tjetrit gjatë reformimit protestant janë ende të mirënjohur për ne besimtarët e shekullit të 20. Mirëpo, vepra që Perëndia realizoi përmes reformimit u bë e mundur fal përpjekjeve të një reje prej qindra dhe madje mijëra personazhesh të panjohura për ne sot. Një prej figurave më të shëndritshme të kësaj reje dëshmitarësh është edhe Wolfgang Capito, 1478-1541, një reformator që dëshironte më tepër prej Perëndisë dhe që predikoi ungjillin, teksa nxiste paqen mes bashkëbesimtarëve. Për këtë arsye, shpesh hyri në telashe me miqtë e tij reformator. Fillimet humaniste. Wolfgang Capito lindi në Francë në vitin 1478. Babai i Wolfgangut, Hansi, ishte një kovaç i varfër dhe kursimtar. Arsimimi i të birit ishte i rëndësishëm për të, prandaj e dërgoi atë fillimisht në një shkollë latine dhe pastaj që të ndiqte studimet e larta për t'u bërë doktor. Kur Hansi ndërroi jetë në vitin 1500, fjalët e fundit që i tha Wolfgangut ishin një urdhërim dhe një paralajmërim i ashpër që ky i fundit të mos bëhej prift. Mirëpo, me nxitim ose jo, Capito tashmë po shkonte drejt të bërit prift. Ai la përgjysmë studimet e mjekësisë dhe studioi teologji. Më saktësisht, u trajnua si humanist i krishterë dhe u bë një student dhe mik i ngushtë i Erazmit. Si humanist, ai e donte fort tekstin dhe gjuhët biblike, dëshironte reformimin e krishterimit, veçanërisht reformimin e moralit të udhëheqësve dhe priftërinjve, por gjithashtu e dëshironte fort paqen. Nuk kaloi shumë kohë dhe u shugurua që të shërbente si prift në kishën katolike. Capito u dërgua për të shërbyer në Bazel në vitin 1515. Atje, tek shërbente në katedralen e Bazelit, ai u përfshi për një transformimi frymëror, i cili filloi me largimin e tij prej katolicizmit, vazhdoi me përqafimin e humanizmit dhe me përfshirjen e tij në reformim. Gjatë qëndrimit të tij në Bazel, ai zuri miqësi me Zwinglin dhe mbajti letërkëmbim me Luterin. Gjatë kësaj kohe, teologjia e Luterit e bëri konfuz. Fillimisht, ai u përgjërua Luterit që të ishte më pak fyes ndaj atyre që kritikonte, e veçanërisht ndaj papës. Luteri nuk ja vuri veshin këshillave të Capitos. Pavarësisht nga kjo, Capito i përhapi me zell veprat e Luterit në Evropën Veriore në vitin 1518. Mirëpo, duke qenë ende humanist, ai nuk arriti ta kuptonte thelbin e tyre. Megjithatë, ai e vazhdoi dialogun me Luterin dhe në vitin 1522 vizitoi Wittenbergun. Megjithse u shqetësua nga i ashtuquajturi mëkat tragjik, shkëputja nga Roma dhe reformimi i kishës, me të cilin u ndesh atje, ai gjithsesi gjeti zemrën e reformimit, të cilën e zbuloi tek ungjilli. Në fakt, Perëndia gjeti zemrën e tij. Një thirrje për paqe. Kur Perëndia e shndroi nga një humanist në një reformator teologjik, Capito e shpjegoi këtë ndryshim të madh me këto fjalë: "Kam kaluar nga ana e papistëve dhe luteranëve të përshpirtshëm, të cilët kërkojnë vetëm shpëtimin e shpirtit dhe asgjë që ka lidhje me këtë botë, i këshilloj ata që të ruajnë unitetin e krishterë, për aq sa Perëndia të më jap hir ta bëj këtë." Tani, zemra e tij i përkiste Perëndisë. Megjithatë, trajnimi i tij humanist ishte në harmoni të thellë me thirrjen biblike për paqen. Gjatë jetës së vet, Capito shkroi 3 himne të krishtera. Një prej tyre ka mbijetuar në librat e himneve gjermanisht dhe titullohet Give Us Peace, na jep paqe.
na jep paqen që na mungon, në mosbesim dhe vështirësi. Ti nuk nguron ta japësh fjalën, së cilës më kot i rezistojmë. Me zjarr dhe shpatë, kjo fjalë mirë përndiqet, shtypet nga disa. Me gojë të vërtetën disa e rrëfejnë, në shenjtëri, kënaqësi këta nuk gjejnë. Edhe pse fjala e Perëndis po predikoi fuqishëm anë mban Gjermanisë, Francës dhe më gjerë, brenda reformimit kishte grupe që po përndiqeshin dhe po shtypeshin, gjë e cila e lodhi kapiton dhe bëri të binte në gjunjë për të lutur, por edhe që të merrte në dorë penën për të shkruar. Ai vazhdimisht i bënte thirrje Luterit dhe Zwinglit që të merreshin vesh rreth teologjisë së darkës së Zotit dhe që të tregoheshin të mëshirshëm me anabaptistat. Gjatë jetës së tij si reformator, shumë njerëz i interpretonin thirrjet për mëshirë që u drejtonte kundërshtarëve të tij teologjik si treguesi faktit që ai binte dakord me ta. Megjithatë, këto thirrje asesi nuk duhen kuptuar sikur ai binte dakord me ta. Dënimi i dhunës nga ana e tij, i shtrëngimit dhe madje i gjuhës fyese, ishte në të vërtetë një thirrje për popullin e Perëndis që të mos fuste duart në veprën e frymës së shenjtë për disiplinimin e kundërshtarëve të besimit të vërtetë. Shërbëtori i Zotit. Si është Perëndia në të vërtetë? Kujt duhet i shkojmë pas? Këto dy pyetje dhe të tjera të ngjashme me to ende vazhdojnë ta sfidojnë edhe botën e sotme. Ndërsa përpiqemi t'u bëjmë thirrje njerëzve që të gjejnë kënaqësi në Perëndinë e Luterit dhe të Kalvinit, do të bëni mirë të ndiqnim shembullin e Kapitos dhe urdhërimin e Perëndisë. Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por duhet të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar të tjerët dhe që duron të keqen, duke i mësuar me zemër butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia u jep atyre që pendohen, që të njohin të vërtetën. 2 Timoteut 2, 24 deri në 25. Ne jemi thirrur që të përballemi butësisht dhe paqësisht me kundërshtarët tanë. Madje, edhe atëherë kur butësia dhe paqja jon rrezikojnë që të keqkuptohen prej të tjerëve.